Vllaznia në basketbol përdiem ka bërë autokritikën dhe ka arritur një fitore të rëndësishme ndaj Tiranës në ndeshjen e luajtur në transfert. Brenda në kryeqytet ku qeblut duket se i kanë dhënë fund krizës së rezultateve, duke arritur që të fitojë në shifrat 50-62. Vetëm një periudhë fiton Tirana, ndërsa tre të tjerat i takojnë Vllaznisë. 12-14 mbaron e para në favor të shkodranëve. Tirana e kthen në periudhën e dytë duke fituar 16-12 dhe duke kryesuar 28-26 gjysmën e parë të lojës. Vetëm kaq mund të bëjnë kryeqytetasit sepse kuqeblut dalin në lojën e tyre duke fituar 19-10 periudhën e tretë. Me 7 pikë disavantazh në 10 minutëshin e fundit, bardhë blut e kanë të vështirë përballë një Vllaznie teje të vendosur. Skuadra e drejtuar nga Bledar Gjeçaj fiton 12-17 periudhën e fundit, duke e mbyllur me 12 pikë diferencë në shifrat 62-50 të gjithë takimin. Kjo fitore përveç renditjes shërben më shumë për ta rikthyer besimin dhe për të përmirësuar anën psikologjike të basketbollistët e Vllaznisë, të cilët pasi humbën shansin për të fituar Kupën e Shqipërisë, tashmë janë rikthyer fuqishëm për të mos bërë më të njëjtin gabim në kampionat. Gjona është më i miri për Vllaznin, i cili realizon 15 pikë. Ish basketbollisti i Tiranës pas ndeshjes është sulmuar nga tifozët Fanatics, duke qenë se pas shumë vitesh me bardhë blu tashmë është pjesë e Vllaznisë. Gjona e ka quajtur të turpshme këtë veprim të tifozëve të ish skuadrës së tij dhe se nuk ka kuptuar, duke qenë se ka një miqësi me të gjithë basketbollistët e Tiranës, e po ashtu edhe stafin e atij ekipi. Gjithsesi ndaj Gjonaj ka patur vetëm thyrje dhe nuk ka arritur që t'i afrohen edhe pse kanë tentuar. Në radhët e Tiranës, Vogli ka realizuar 16 pikë, ndërsa Sukaj 15. Për Vllaznin janë aktivizuar Rashketa, Bërdica, Ara, Faslia, Gjonaj, Alen, Taraboshi, Djokovic dhe Huti. Shkodranët pas fitores ndaj Tiranës tashmë do të tentojnë të tjera rezultate pozitive në fazën e tretë.